Me një mesazh po fillojmë për ju të dashur peshor dhe është nëna e ajrit. Të dashur peshor, çfarë pret peshor në këtë periudhë duke u bazuar në energjinë e kësaj letre? Qartësi mendore dhe sinqeritet. Mund të ketë momente të dashur ku mund të marrësh vendime të qarta, të flasësh hapur ose të shohësh një situatë pa iluzione, sidomos në marrëdhënie ose në konflikte të vogla. Kjo letër pasqyron dhe pavarësinë dhe forcën e mbrëmshme të dashur peshor. Ndihesh më e vetëdijshme për vlerën tënde, gati të mbrosh kufit ose të ndjekësh rrugën tënde pa u varur shumë nga të tjerët. Komunikimi mbretë në dashuri ose miqësi, mund të ketë biseda të thella dhe të sinqerta për beqarë takime me njerëz inteligjent dhe të pavarur. Shërim nga e kaluara. Gjithë kemi nga një plagë që duhet shëruar, apo jo, të dashur peshor. Një ndjenjë nostalgjie ose reflektimi mbi përvojat e mëparshme, por me urtësi për të ecur përpara. Përdor diplomacinë tënde natyrale, por mos hezito të thuash të vërtetën. Sinqeriteti, se nëna e ajrit është sinqeriteti vetë. Sinqeriteti do t'ju çliroj. Në fund, pra, kjo është një letër në fund të fundit, ta them kështu, një letër fuqizuese dhe pozitive për ju si peshor. Periudhë e vetëdijsimit, qartësisë dhe forcës autentike. Je gati të fluturosh lart, peshor, si shqiponja në këtë letër.